11 subjekte politike, nga të cilët 5 koalicione dhe 6 parti, prej sot kanë filluar kampanjën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 11 dhjetor. E njëjta do të zgjasë deri më 9 mesnatë më 9 dhjetor. Ata nëpërmjet kodeksit u obliguan se nuk do të kryejnë presione ose përpjekje tjera të ndikojnë në votën e individit, si dhe mbi administratën dhe të punësuarit në ndërmarrjet. Të drejtë vote kanë gjithsej 1.784.524 qytetar, nga të cilët nga diaspora mund të votojnë 20.591 qytetar të Maqedonisë. Njësia e 4 zgjedhore, në të cilën do të ballafaqohen liderët e partive më të mëdha VMRO-DPMNE dhe LSDM-s, Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev, do të jetë vendimtare për rezultatin zgjedhor, vlerësoi një pjesë e analistëve. Edhe partitë nga bloku politik shqiptar dhe ata të Maqedonëve në periudhën në vijim deri në ditën e zgjedhjeve nuk do të kursejnë fjalë në kampanjën e zezë, vlerëson analisti Ramadan Ramadani. Kryesisht kampanjë negative pret edhe analisti politik Petar Arsovski. Policia franceze ka nuhatër sulm terroristik gjatë fundjavës, deklaroi ministri për punë të brendshme Bernard Cazeneuve, raportoi Reuters. Mbrëmjen janë arrestuar 7 persona, nga të cilët 4 në Strasbourg dhe 3 në Marseille.